e kena diskutu në Ramazan, kisha pas qef pos me harru. Na jena një ummet që besojmë se Allahu i madhnushëm nuk na ka lyp neve veç me lexu. Se njëna prej gabimeve më të mëdha që na bëjmë në interpretim, është kur thojnë ana libri i jon i shajt fjalën e parë ka lexo. Edhe këto e përdorim zakonisht si kundërpërgjigje ndaj tjerëve kur ata kanë vrejtje ose kur thjesht, si më thonë, shfaqin dyshime për kidazi me fen tonë ose idenë që feja ju është pak e prapambetne. Ama keni kujdes, me bu mu nalë që tu, na i him shumë në hak fes tonë. Keni kujdes, na nuk jena në ummet që Zoti na ka thonë lexo. Pik, ju. Na jena në ummet që Zoti na ka thonë lexoni me emrin e Zotit. Nuk guxo mu nalë fjalia, sepse leximi nuk përbën veçanti për neve. Grekët e vjetër kanë lexuar më shumë se na. Leximi nuk paraqet veçanti për neve. Me lexu kanë lexu këtë, edhe lexojnë sot edhe kanë lexu, edhe kanë me lexu çdo ditë gjithë historinë e njerëzimit. Veçantia për neve është që lexo me emrin e Zotit. Çka do të thonë lexo me emrin e Zotit? Do të thonë ndërtojeni një mendje e cila nuk shkputet dot prej Zotit. Leximi i të cilës nuk e shkput prej Zotit, sepse po u shkput dia prej Zotit, dia është armë. Njeriu që ka një armë u shkput prej Zotit, me atë armë mund me bo dam, siç mund me bo edhe dobi. A jena të kërcnum sot krejt popujt prej bombës atomike. Do më thonë, nuk na siguron kërkush që venet e zhvillume me iluminizm nuk e përdorin bombën atomike. Nuk na garanton, s'ka garancë për këtë punë. Shumë është me rëndësi kur komunikojmë me një i tjetrin. Shumë me rëndësi me kuptu. Qa kuptojmë na me rregullu jetën? Po thojna me rregullu jetën, kuptimin infrastrukturor, po thojna ndërgjegjen dhe po thojna mendjen. Te kuptojna sakt. Do më thonë, veç kuptohemi, se shumë du të me pas kujdes që të pikë, kur thojna me ndërtu jetën. Nuk e nënkuptojmë gjithmonë veç infrastrukturën.